Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënë që zbashko me ty, e shpirtin shenjt hy jeton e mbretërën në shekuj të shekujve. Qindra besimtar u mblodhën në Misioni Katolik Shqiptar Nën Tereza në Toronto për të përkujtuar të premten e shenjtë, një nga ditët më të rëndësishme të besimit të krishterë. Kjo ditë shënohet si ditë agjërimi dhe reflektimi për besimtarët në mbar botën, ndërsa kisha udhëzon që agjërimi të vazhdojë deri në vigjilljen e Pashkëme. Rituali i kësaj dite u drejtua nga Don Prenkola, i cili udhëhoqi besimtarët gjatë gjithë ceremonisë liturgjike. Në Vinjum, shërbesa u përqendrua në leximin e mundimeve të Krishtit, duke rikujtuar sakrificën dhe vuajtjen e tij për njerëzimin. Ja druri i kryqi që i solli shëlbimin botë, e janë të adhurojmë. Kryqin tënë po adhurojmë, o Zot. Lavdërojmë dhe nderojmë të ngjallurit tënë të shenjtë, dhe janë e saj të drurit na erdhi gëzimi në botën mbar. Pas homelis dhe lutjeve të gjithëmbarshme, ceremonia vijoi me adhurimin e kryqit dhe përfundoi me kungimin, një akt që përfaqëson bashkimin shpirtëror me Krishtin dhe pjesëmarrjen në flijimin e tij. Hagios, shenjti gjithëpërshtetshëm. Hagios Athanatos eleison humas, shenjti pavdekshëm, ki mëshirë për ne. Çka u deshi të bëj për ty? Me tepër e nuk e bëra, vetë kam vënë o vërejshtimi zgjedhur dhe ti e ti bukur, e ti mu bërë tepër i hidhur sepse etjen mashove me ufull e me hesht e shpërove krarorin e shelbusit të. Korpi i Krishtit. Korpi i Krishtit. Korpi i Krishtit. Korpi i Krishtit. Zoti trujtet bekoft në vërtetë të birit të shpirtit shenjtë, amen. E premtja e shenjtë mbetet një ditë e thellë reflektimi dhe përkushtimi që i paraprin festës së madhe të Pashkëve. Po të lutemi, o Zot, ardh mbi popullin tënd, mbi gjithë këtu të pranishmit, ky popull i cili me shpresë në ngjalljen e vet e nderoi vdekjen e birit tënd, bekimi i begatshëm, fitoft falje e ndjes, ju dhuroft ngushëllimi, ju shtoft feja e shenjtë dhe ju forcoft sigurimi i shëlbimit të amshuar. Në për Krishtin Zotin ton.